Po ajo që është më e bukur dhe qeshia mbi tort, le themi në xhenet, është momenti kur njerëzit do të takojnë Allahun, Zotin e tyre. Domethënë, nuk ka gjë më të bukur, siç e thot vetë pejgamberi sa dhe siç e ka thënë Kur'ani, lil ladhina ahsanu al husna wa ziyada. Për ata të cilët kanë bërë mirë, do të ketë mirësi pafund, po do të ketë dhe diçka plus, do të ketë dhe diçka më tepër. E pyet ekstra. E pyetën profetin alayhis salam, thonë pejgamberi Zot, ç'është kjo? Diçka më tepër, diçka plus ekstra, tha shikimi i të madhit Zot. Tani llogaritë të domethënë që besimtarët që kanë adhuruar Zotin, e kanë besuar Zotin, janë përkushtuar Zotit, janë trembur fakti që një ditë do dalin para Zotit dhe janë munduar me këtë fakt të rregullojnë dhe të përmirësojnë dhe të reflektojnë në jetën e tyre, vjen një moment që Zoti në xhenet ju kërkon takim dhe shkojnë gjithë në takim të i madh Zot. Thotë Zoti, a ju ka mbet gjë? Thonë jo. A doni dëgjë? Jo. A keni një kërkesë? S'kemi më. A keni një dëshirë? Llogaritë ky njeriu sot, ky që s'ngopet kurrë, do të vi një moment që do thotë s'kam çfarë të kërkoj. Pra ka mbaruar gjithçka. Ja ka plotësuar Zoti gjitha dhe nuk ka një ëndër apo një dëshirë më. Atëherë, thotë Zoti, o besimtar, po ju njoftoj se unë ndaj jush jam i kënaqur dhe kur nuk do të zemrohem, do të derdh mbi ju kënaqësinë time. Thotë pejgamberi alayhis salam, dhe kjo është një nga mirësitë dhe begatitë më të mëdha që përjetojnë xhenetlit. Pastaj hiqet perdja. Në momentin që hiqet perdja, ata do shohin Allahun xhel xhelalu, do shohin fytyrën e Zotit dhe nuk do të ketë mirësi dhe bekim më të madh për xhenetlit sa ky moment kur do shohin Allahun xhel xhelalu. E ke parasysh ne në këtë botë shohim një ujëvar, shohim një lulishte, shohim një peizazh, shohim një natyrë të qetë, shohim një lule edhe çlodhet njeriu, shplodhet edhe fiton energji. Merr mend shofësh më të bukurin. Për emrave të Zotit është El Xhemil. Pra çdo bukuri që mund të ekzistojë apo mund të imagjinohet është e krijuar nga i madhi Zot. Ti tani do të kesh një raport që të më të bukurin, më të mirin, më të përsosurin, më të lavdruarin, më të lartësuarin, do ta shohësh me sy të ballit. Normalisht me sy që kanë parametra dhe fuqi tjetër. Edhe kjo normalisht do të jetë mirësia dhe begatia më e madhe që do të përjetojnë banorët e xhenetit. E rëndësishme është që njeriu këto gjëra ti besojë që është në jetën e kësaj bote dhe të rregullojë jetën e tij në raport me këto gjëra që është në jetën e kësaj bote dhe padyshim që muaji Ramazan është një moment që njeriu e lidh me një nga momentet më të bukura të botës, që është Babu Rayyan, pra një portë e madhe nga portat e parajsës, e ka emrin porta e shuarjes. Domethënë aty do të futen agjëruesit, ata që kanë dhënë hakun e agjërimit, ata që janë përkushtuar në agjërim, ata që janë munduar ta ruajnë agjërimin e tyre, ata kanë një portë që futen vetëm ata, dhe kur mos ketë më agjërues mbyllet kjo porta dhe hapen portat e tjera. Zoti na bëf për këtyre njerëzve.